Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Falemderojmë dhe lavdërojmë Allahun Azza wa Jall, vetëm atë falemderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve besnik të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën kur të takojnë Allahun Azza wa Jall. Sot me lejen Allahut Azza wa Jall do të flasim për një edukat teje të rëndësishme për muslimanin, për besimtarin, i cili ka besuar Allahun Azza wa Jall, ka besuar librat e tij dhe i cili shpreson se një ditë të kthehet tek Allahu Azza wa Jall dhe se shpreson xhenetit e Allahut Azza wa Jall. Sot me lejen Allahut do të flasim për një temë teje të rëndësishme në jetën e muslimanit. Ajo është edukata e madhërimit të Allahut Azza wa Jall, apo edukata ndaj madhërimit të Allahut Azza wa Jall. Besimtari është i bindur se e tërë gjithësia i nënshtrohet Allahut Azza wa Jall. Dhe të gjithë krijesat dhe gjallësat që ekzistojnë në sipërfaqen e tokës janë shenja që prodhojnë madhështinë e Allahut. Do të thonë, e tërë kjo tregon se madhështia e Allahut Azza wa Jall është shumë e madhe dhe e fuqishme. Besimtari gjithashtu është i bindur se fuqia e Allahut është e pakufishme. Do të thonë nuk ka kufi. E bindur se Allahu Azza wa Jall është i pastër nga çdo emet dhe cilësuar me çdo përsosshmëri. Pra nuk ka në të ndonjë mangësi apo tëmet. S'ka dyshim se që kjo bindje që e cekëm do ta mbush zemrën e besimtarit, zemrën e muslimanit me madhërim të Allahut Azza wa Jall. Madhërim pa shoqërim që gjë që bën që krijesat duken të vogla dhe shumë të pavlera, krahasim me Allahun Azza wa Jall. Nga se vlerë Allahu Azza wa Jall i jep krijesave cilat të dojë ai, cilat të dëshiron ai. Natyrisht që një bindje e tillë, domethënë madhërimi i Allahut Azza wa Jall, do të sjellë frite të mira në jetën e kësaj dunjaje dhe në jetën e ahiretit. E prej tyre mujt me veçu që e para është kalimi në respektin e Allahut Azza wa Jall. Do të thonë çdo kufi të cilën e ka vendosur Allahu Azza wa Jall prej besimtarit, prej muslimanit, prej njeriu kërkohet që të respektohet respektivisht nga ana e njeriu, nga se Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar për të. Dhe kryerjen e punëve të mira. Do të thonë ato vepra të cilat Allahu Azza wa Jall i ka pëlqyer, duhet ne që në veten tonë ta nxisim këtë dhe të thrasim në të për me vepru punë të mira të cilat i don Allahu Azza wa Jall. E dyta është mu largu nga gjunahet dhe gjërat e shumtuara dhe nga tresat në të gjithë format e saj. Kjo kërkohet nga se gjunahet ta nxjinë zemrën dhe se zemra duhet të jetë domosdoshmërisht e pastër, nga se duhet të kërkoj falje nga Allahu Azza wa Jall, nga se e ka përlyer, e ka nditë veten e tij nga gjunahet të cilat Allahu Azza wa Jall i urren dhe nuk i don. Mirë po e ka bërë sprovë që për ta parë se kush bën vepra të mira dhe kush largohet nga gjunahet. E treta është mosfrika nga krijesat dhe deklarimi i fjalës së vërtetë para atij të cilët i friksohet ose shpresojnë. Pra mos të ketë frikë nga krijesat e tjera, por vetëm se nga Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo është me të vërtetë një bindje e thellë në të cilën robi duhet ta ketë ndaj Allahut Azza wa Jall. Duke i përfshirë këto, madhërimi i Allahut Azza wa Jall mund ta rrumbullaksojmë edhe në mbykëqyrjen e Allahut Azza wa Jall. Kjo arrihet, do të thonë mbykëqyrja e Allahut, kjo arrihet duke ditur se Allahu i sheh dhe i di veprat e tua apo punët e tua të cilët i bën, ato të cilët janë të fshehura dhe ato të cilat i bën publik. Ai gjithnjë të ka në mbykëqyrjen e tij, qoftë kur bën vepra haptazi apo qoftë kur bën edhe vepra fshehurazi të shëmtuara. Allahu Azza wa Jall thot: "Ta dini se Allahu e di çka fshihni në vete, pra keni frikë vetëm prej Allahut Azza wa Jall." Gjithashtu thot: "Allahu është përcjellës ndaj çdo sendi." A nuk e di se Allahu Azza wa Jall e sheh se ti je në mbykëqyrjen e tij? Do të thonë nuk ka mundësi
ti largohesh mbikëqyrjes së tij, ai e di për shikimin në cep të syve dhe për ato që fshehin në gjoksat robërit e tij. Ndërsa në hadithin e njohur si hadithi i Xhibrilit që njihet te dietarët, të cilët e kanë cilësuar si hadithi i Xhibrilit, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ihsanin, për bamirësinë, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Annaka anta ta'budu Allaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Ta adhurosh Allahun sikur ti që je duke e parë ata. Edhe pse ti nuk e shef Allahun azza wa jall me të vërtet, ai të shef ti. Ai të shikon ti. Ai e di çdo gjë me milimetër të cilën e bën ti. Prandaj kur Xhunejdi rahimullah e pyeti apo u pyet me çka njeriu e ka më të lehtë ta ul shikimin e tij nga haram. Domethënë ta largohet dhe mos të shikojë në haram. Ai u përgjigj rahimullah duke pasur në vetdije se shikimi i shikuesit tënd, pra shikimi i Allahut azza wa jall, është më i shpejtë se sa ti që je duke parë haram. Është më i shpejtë shikimi i Allahut se sa ti je duke parë haram. Pra kjo ishte këshilla e këtij sahabiu, e këtij Xhunejdi. Abdullah ibn Mubareki, Allah e mëshiroft, njeri tha një njeriu: "Përmbaju mbykëqyrjes së Allahut." Pra dije se Allah po të mbykëqyr dhe je i vetëdijshëm për këtë që po bën. Njeri e pyeti: "E ç'nën kuptojmë me mbykëqyrjen?" Domethënë ndaj Allah, me mbykëqyrjen e Allahut azza wa jall, ai u përgjigj: "Llogaritë se gjithnjë se je duke parë Allahun e madhërisëm." Sa fjalë e bukur është gjithashtu edhe fjala e Sufjan e Theurit rahimullah, i cili thot: "Përmbaju mbykëqyrjes së atij të cilit nuk i fshihet asgjë. Përmbaju lutjes së atij që e ka në pronësi besnikërinë. Përmbaju kujdesit ndaj atij që në dorë ka ndëshkimin, për Allahun azza wa jall." Gjithashtu Abdullah ibn Dinari thonte: "Njëherë dole me Abdullah ibn Omerin ibn Khattabin radhiyallahu anhuma për në Mekë dhe në mbrëmje, kur u tërru, u ulëm në një vend për të bushuar aty. Kur pa pritmas erdhi një njeri dhe po vinte nga kodra, po zbriste nga kodra, Abdullah ibn Omeri tha: "O ti bari", pra pasi ai ishte bari delësh, i ruante delet. Tha: "O ti bari, a na shet neve një dele?" Bariu tha: "Bagëtia, domethënë kjo kopeqe të cilën po e shefni nuk është e imja, nuk e posëdoj unë, nuk jam zotriu i asaj. Unë jam rob dhe rrogtar, domethënë jam me rrogë dhe jam rob i zotërisë tim, prandaj nuk mundem me shit prej tij asgjë, nga se nuk janë të mijat, nuk i posedoj unë." Abdullah, duke dashur ta provoj bariun, i tha: "Thuaj zotërisë tënd, me të cilën ti punon për të, thuaj se këtë dele ka hungur ujku." Bariu tha: "Nëse këtë ja them zotërisë dhe mikut tim, ku mbeti Allahu azza wa jall? Çfarë do t'i them Allahut azza wa jall?" Domethënë kishte frikë nga Allahu azza wa jall, sepse Allahu e mbykëqyr. Abdullahu qau nga kjo fjalë të cilën e preki thellë në zemër fjala e bariut dhe tha, pastaj shkoi te zotëria i bariut dhe e bleu këtë rob të tij dhe gjithashtu i bleu edhe delmet e atij pronari dhe të gjithë begatin dhe të gjithë bagëtin. Pas këtij bariu a fali lirin, domethënë Abdullah pasi e bleu bagatin edhe gjithashtu i bleu edhe bagatit, edhe këtë robin e liroi këtë robin dhe gjithashtu ja bën dhurat bagatit, nga se ky bariu ishte i respektuar apo i respektonte dhe ishte i edukuar se është gjithmonë në vigjilencën, në mbikëqyrjen e Allahut azza wa jall. Gjithashtu edhe kjo temë është e përfshim edhe turpërimi nga Allahu azza wa jall, apo edukata e të turpëruarit nga Allahu azza wa jall. Sidomos turpërohet robi nga Allahu azza wa jall kur e di se Allahu e sheh atë dhe e ka në mbikëqyrjen në të gjithë situatat e tij të cilat i bën. Pra kur të është fshehur razi, kur të është hapur razi, kur është në xhami, kur del prej xhamis, kur është në shkollë, pa marrë parasysh se çfarë vendi është,
duhet të ketë apo duhet të jeti turpuruar nga Allahu Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në një hadith, turpuroni nga Allahu Azza wa Jall ashtu siç ai e meriton. Pra turpuroni nga Allahu Azza wa Jall siç Allahu Azza wa Jall e meriton. Kush turpurohet nga Allahu Azza wa Jall dhe ashtu siç e meriton, le ta ruaj kokën dhe atë që është në të, do me thonë në mendjen e tij, le ta ruaj mendjen e tij. Barkun dhe atë çka e mban në të, barkun dhe në të mbrëmsinë e tij çka mban në të. Le të përkujtoj vdekjen dhe sprovën. Ai i cili dëshiron ahiretin braktis zbukurimet e kësaj bote. Do me thonë zbukurimet e kësaj bote të gjitha i braktis. Ai i cili bën këto është turpuruar nga Allahu Azza wa Jall ashtu siç meriton ai. Hadithin e shënon Imam Tirmidhiu, ndërsa Sheikh Albani për këtë hadith ka thonë se është hasan. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ata që nuk e dëshiron të tjerët ta shohin prej teje, mos e bëj edhe ti kur je vetëm. Pra kur ti je në fshehtësi, nëse nuk dëshiron që dikush të mos bëjë diçka, atëherë edhe ti kur ti je në fshehtësi, mos i bën mëkat Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e porositi njërin nga sahabët, nga shokët e tij, duke i thënë, të porosis, të lënë në wasijet, të porosis që të turpërohesh nga Allahu Azza wa Jall, ashtu siç turpërohesh prej ndonjë njeriu të mirë nga populli i tij. Pra, qysh ki frikë apo qysh turpërohesh nga një njeri i mirë i cili nuk i bën mëkat Allahut Azza wa Jall, një ashtu frikësoju Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu na tregohet një rast kur një njeri ka shku te Ibrahim ibn Adhemi rahimahullah dhe i tha: "O Ebu Ishak, pra o Ibrahim ibn Adhem, unë i baj vetës zullum, unë i baj vetës time padrejtësi me gjunoh, do me thonë jam i zhitur në gjunohe dhe nuk di si të dal prej saj. Andaj më këshillo çish të largohem prej këtinve gjunoheve." I dha disa këshilla Ibrahim ibn Adhemi këtij, njeriu i cili i braktisi gjunohin. Dhe ndërta i tha, do t'i tregoj, Ibrahim ibn Adhemi tha, do t'i tregoj 5 parime të cilave nëse u përmbahesh nuk do t'jesh më mëkatar, nuk do të vazhdojsh në gjendjen në cilën i bën Allahu Azza wa Jall mëkat. Ibrahimi i tha, e para, nëse dëshiron t'i bësh mëkat Allahut Azza wa Jall, atëherë mos ha asgjë nga rreziku i tij. Me çdo cent që të ka furnizu, atëherë mos ha prej tij, nëse dëshiron që të bësh mëkat. E nga të ha e pyeti ky njeri, kur rreziku i tij, kur rreziku im dhe i yti dhe i gjithë dunjës është prej Allahut Azza wa Jall. Atëherë Ibrahimi tha, atëherë atë ka hije të hash rrezikun e tij edhe në anën tjetër që ti t'i bësh mëkat Allahut Azza wa Jall. Njeriu tha, jo, nuk ka mundësi. Tha, pastaj më trego për të dytën. Njeriu i tha, kjo është akoma më e rëndë se e para. Nëse dëshiron t'i bësh mëkat Allahut, atëherë mos bano në asnjë vend të tij. Pra mos bano në vendin e Allahut Azza wa Jall, të cilën ta ka falur ti dhe të gjithë njerëzimit. Ibrahim i tha, ky njeri i tha, kjo është edhe më e rëndë, nga se nuk mund një gjë e tillë është e pamundër dhe nuk mund të veproj një gjë të tillë. Atëherë, pasi lindja dhe perëndimi janë të tij, ku mund të shkoj unë, apo çfarë mund të bëj unë? Ibrahimi tha, o ti njeri, atëherë të ka hije të jetosh në vendin e tij dhe në anën tjetër t'i bësh mëkat atij? Njeriu tha, jo, hajde tha tani ma thuaj të tretën. Ibrahimi tha, kur të shprehesh dëshirë t'i bësh mëkat Allahut Azza wa Jall, gjeje një vend prej vendeve ku Allahu nuk e sheh dhe bëje mëkatin atje. Pra gjeje një vend të cilën Allahu Azza wa Jall nuk e sheh dhe bëje qatë mëkat atje ku Allahu nuk të sheh. Njeriu tha, çfarë është kjo Ibrahim? Si po e kërkon një gjë të tillë kur ai i sheh të gjitha fshehtësitë tona. E di se njeriu ka brendin e tij dhe asgjë nuk mund t'i shpëtoj diturisë së Allahut Azza wa Jall dhe nuk ka mundësi. Atëherë Ibrahimi tha, o ti njeri, atëherë të ka hije të hash rrezikun e tij, të jetosh në tokën e tij dhe t'i bësh mëkat atij të cilën të ka krijuar, ndërsa ai të sheh dhe di çfarë ka në vetë.
Njeriu i tha jo, tha pra, dhe vazhdoi prap, tha ma trego të katërtën. Ibrahimi dhe tha, kur të vinjë meleku i vdekjes, me laçet e cila ta merr shpirtin, thuaj më jep edhe pak kohë, më jep edhe pak afat, shtini afatin me një afat të caktuar derisa të pendohen. Domethënë vazhdo me edhe pak afatin dhe mos ma merr ta shpirtin derisa të pendohen dhe të kthehem tek Allahu Azza wa Jall. Njeriu i tha, melekul maut, me laçja e vdekjes, këtë nuk e pranon. Ibrahimi tha, pasi nuk paske mundësi ta vonosh vdekjen, që të pendosh dhe e di se kur do të vinja ai, nuk ka vonim, atëherë si shpreson shpëtimin nga kjo gjendje? Njeriu tha, ashtu është, tha ma trego tash të penstën. Ibrahimi tha, kur të vinë zebanijet, zebani janë meleket e ndëshkimit, meleket e xhenemit, në ditën e kiametit, për të treguar xhenemin, mos shko me ta. Pra meleket kur të vinë për ta marrë, për të tregu se vendin e xhenemit, atëherë mos shko ata, mos ju përgjigj atyre. Njeriu i tha, e si mund ta pranojnë këtë ato? Ata nuk të vesin nga se e zbatojnë urdhën e Allahut Azza wa Jall, ata më marrin dhe më hedhin në xhenem. Atëherë tha, si e shpreson shpëtimin në botën tjetër nga xhenemi, të cilën e ka krijuar Allahu Azza wa Jall për banorët të cilët nuk ju kanë bindur atij. Atëherë njeriu tha, mjaft më Ibrahim, mjaft më, unë i kërkoj falje dhe pendohem tek Allahu dhe nga sot do t'i kem këto këshilla në veten time dhe do të filloj të përmirësohem dhe do të kthehem tek Allahu Azza wa Jall dhe nuk do të bëj më Allahut mëkat, dhe kështu ky njeriu pendua dhe sinqerisht ju drejtua Allahut Azza wa Jall, nga se e kuptoi realitetin me të cilën përballen, nga se mëkati me të vërtet i arrëson njeriu dunjon dhe ahiretin. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullahi wa atubu ilayk.